Ardian Gjini e AK-s ka arritur marrëveshjen me Shefqet Sheun e LDK-s për balotazhin që zhvillohet sot një javë. Gjini ka konfirmuar për Index Online se ka një dakordsi për të bashkëpunuar me LDK-n në degën e Gjakovës për të ecur përpara bashkarisht. Detaje ka thënë se do të shpalosin ditët në vijim. Kujtojmë se kryetari aktual i Gjakovës ndodhet në balotazh me Ardian Golën e vetvendosjes. Shqipe është renditur e dyta në Zvicër, që flitet më shumë pas anglishtes, një lajm i mirë për shqiptarët të cilët punojnë dhe jetojnë në atë vend. Mësuesja Arborie Vranovci, e cila punon në shkollë shqipe në Zvicër, tha se shqiptarët mbizotërojnë Zvicrën dhe se vetë zviceranët respektojnë gjuhën dhe prejardhjen e komuniteteve të tjera. Sipas statistikave, 3.4% e qytetarëve në Zvicër flasin shqip, shifër për të cilën mësuesja Vranovci u shpreh krenare, ndërsa shtoi se lumturohet kur fëmijë zviceran di shqip dhe komunikon me ta në gjuhën e saj anëtare. Vendet ku flitet më shumë shqip janë Zyriu dhe Gjeneva, tha Vranovci, teksa shtoi se shqiptarët janë integruar në të gjitha fushat dhe institucionet në Zvicër. Ne jemi shumë krenarë që gjuha shqipe është renditur e dyta pas gjuhës së angleze. Gjuha shqipe zë një vend shumë të rëndësishëm në çdo vend të Zvicrës dhe jemi shumë krenarë dhe duhet ta bëjmë edhe më shumë që në ditët të renditet e para. Në Zvicër flitet 4 gjuhë zyrtare dhe ky është një lajm i mirë për shqiptarët kudo që jetojnë dhe punojnë. Zyriu dhe Gjeneva janë vendet ku flitet më shumë shqip. Këtu në Zvicër, nëse nuk di shqip, është një problem i madh, pasi kudo kemi shqiptarë që punojnë dhe shqiptarët mbizotrojnë shtetin zviceran, pasi është shtet demokratik dhe kemi fatin që jetojnë këtu. Unë jam mësim në shkollën shqipe dhe rëndësia e shkollave ka një veçanti të jashtëzakonshme ku mundohemi që fëmijët që kanë lindur dhe rritur këtu në Zvicër të mësojnë dhe flasin gjuhën shqipe. Janë 300.000 rezidentë shqiptarë në Zvicër dhe mund të arrijnë në 500.000 nëse përfshin edhe personat pa dokumentacion. Në kombëtaren zvicerane kanë luajtur 6 shqiptarë, kemi deputetin shqiptar në parlament dhe kryesisht shqiptarët janë të fokusuar në të gjitha sektorët. Edhe Zvicra është shumë e integruar me shqiptarët, ku gjeneratat e dyta dhe të treta janë të integruar shumë mirë, tha Vranovci. Për Vranovci, Zvicra është një shtet me demokraci shembullore dhe zviceranët një popull solidar, duke krijuar një bashkëjetesë të mirë mes komuniteteve të ndryshme në këtë shtet të vogël me shumë gjyra. Përbëjmë një familje shqiptare zvicerane të mirë dhe kemi fatin që zviceranët janë një popull solidar, ku banojnë dhe jetojnë komunitete të ndryshme, ku kryesisht shqiptarët mbizotrojnë në këtë shtet të vogël me shumë gjyra. Marrëdhëniet me zviceranët i kemi shumë të mira, pasi shqiptarët janë të integruar në arsim, mjeksi, futboll dhe kemi edhe zviceran që flasin gjuhë shqipe. Me disa fjalë, Zvicra është një vend me demokraci shembullore ku respektohen gjuha, prejardhja dhe rrënjët e banorëve të huaj që kanë zgjedhur të banojnë në tokën zvicerane. Unë kam fatin që jetoj dhe veproj këtu në Zvicër dhe me shumicën e fëmijëve të huaj që punoj, shumica i din fjalët bazë të gjuhës shqipe dhe jam e lumtur që fëmijët e zviceranëve mbartin vlerat e gjuhës shqipe dhe kanë një respekt kur më thonë që fëmia im flet shqip, tha Vranovci. Në fund, mësuesja Arborie Vranovci tha se shqiptarët në Zvicër e kanë obligim moral shpirtëror të ruajnë vlerat e kombit dhe gjuhës shqipe. Në bazë të një studimi të kryer nga Zyra Federale e Statistikave, për herë të parë në Zvicër më shumë njerëz flasin gjuhën shqipe se atë portugeze. Për shumë vite, portugalishtja ka qenë gjuha e huaj e dytë më e folur në Zvicër pas anglishtes. Tani kjo ka ndryshuar. Sipas të dhënave të reja të Zyrës Federale të Statistikave në vitin 2022, kishte rreth 292.000 folës të shqipes në Zvicër, ose 3.4% të qytetarëve.